Takimet me homologët tonë nga Shqipëria nuk janë si takimet tipike bilaterale, sepse ne ndonë se kemi ministrit jashtme, Shqipëria dhe Kosova nuk janë të jashtme për njëra tjetrën. Vendet tona janë shumë më tepër dhe takimet tona janë takime vllazërore, takime mes shteteve të njëjtit këmbë, që më shumë se interesa ndërshtetërore e ndajnë fatin e përbashkët historik dhe politik. Prandaj sot kur flasim për bashkëpunimin në mes të Republikës Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, nuk flasim vetëm për thjesht marrëdhënie ndërqeveritare. Flasim për përgjegjësinë e dy shteteve që i përkasin të njëjtit këmbë, për ta përfaqësuar atë me dinjitet, në koordinim të vazhdueshëm dhe me një vizion të qartë evropian. Në këtë frymë diskutuam sot për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit politik dhe ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë, për koordinim të plotë në politikën e jashtme dhe për forcimin e ndërtimit kapaciteteve tona të brendshme diplomatike. Shumë punë që kanë ndërlidhur fort republikat tona janë bërë gjatë mandatit të qeverive tona, e shumë të tjera presin që të bëhen gjatë këtij mandati. Kosova është e përkushtuar për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të cilat ne i kemi nënshkruar gjatë viteve me Republikën e Shqipërisë, e ato janë mbi 140 dhe për afrimin e dy shteteve tona e po ashtu edhe të shoqërive tona në çdo fushë të jetës.